Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Butriti Meri në gjendje të rëndë shëndetësore, rrihet brutalisht nga Finem. Një ngjarje e rëndë dhunësh raportuar të ketë ndodhur para pak minutash në Prishtinë, ku dy emra të njohur të muzikës janë përfshirë në një konflikt të rëndë fizik me pasoja serioze për jetën. Sipas burimeve, reperi Finem, së bashku me një grup shokësh, dyshohet se kanë dhunuar brutalisht këngëtarin tjetër Butrinti Meri. Si pasojë e dhunës, i Meri raportohet se ka pësuar lëndime shumë të mëdha. Ngjarja mësohet të ketë ndodhur pranë një hoteli në Prishtinë, rrethana që ende mbeten të paqarta. Burimet bëjnë me dije se për shkak të gjendjes shëndetësore, Butrinti Meri ka kërkuar ndihmë mjekësore dhe është paraqitur për trajtim në QKUK, ku ka marrë asistencën e nevojshme. Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga vetë këngëtarët e përfshirë në këtë incident, ndërsa motivet e konfliktit nuk janë bërë ende publike. Ngjarja ka ngjallur reagime dhe komente të shumta në rrjetet sociale, ku fansat shprehin shqetësim për gjendjen shëndetësore të Butrintit dhe kërkojnë sqarime të plota për atë që ka ndodhur. Në përpjekje për të konfirmuar zyrtarisht rastin, kontaktohen të gjitha burimet me zëdhënësin e policisë në Prishtinë, Agron Brovacin. Ky i fundit ka deklaruar se aktualisht nuk ka informacion të detajuar mbi ngjarjen, pasi ndodhet në pushim, por ka premtuar se do të përpiqet të sigurojë të dhëna shtesë.